Besimtarët e krishterë në të gjithë botën festojnë Krishtlindjet. Në mesnat, kishat katolike në Shqipëri mbajtën meshën tradicionale të lindjes së Krishtit, ndërsa ortodoksët e kryen ritin në orët e para të mëngjesit të sotëm. Gjatë fjalës së tij në meshën e mesnatës, kreu i kishës katolike Im Zot Rok Mirdita u lut për më shumë paqe dhe begati, ndërsa nxiti besimtarët të tregohen më bujar në këtë ditë për njerëzit e varfër dhe të sëmurë. Rrugtimi i popujve është rrugtim nëpër errësirën e vuajtjes, të dhunes, të padrejtësisë e të varfërisë. E cila është kjo dritë? Nuk bëhet fjalë as për dritën mistike të fesë, e cila mund të jetë dritë e lume, por nuk e prek jetën konkrete të njerëzve. Nuk bëhet fjalë as për dritën e projekteve shoqërore apo politike, ma pak, që lind nga marrëveshja mes palësh, e cila është e rëndësishme, por nëse ngroh mendjen nuk mund të ngroh zemrën. Drita, thot Izaia profet, është lindja e një foshnje që sjell mbi tokë njerëzimin e ri. Jeta e njerëzve dhe e popujve do të mushet me dritë. Kur foshnja e lindur në errësirën e natës të pritet si dhurata hyjt për njerëzit, për t'i udhëhequr drejt lumturisë së vërtetë. Në katedralin ortodokse meshën e drejtoi kryepeshkopi Janulatos, i cili në fjalën e tij apeloi për më shumë solidaritet dhe paqe mes njerëzve. Festa e Krishtlindjes vijon gjatë gjithë ditës me urime dhe dreka familjare.